Këngëtarja Ryva Kajtazi ka një javë që gjendet në ishujt Maldive tashmë me bashkëshortin e saj Fidan Rexhepi. Ryva 2 ditë përpara u lajmërua nga Fidani se do të udhëtonin për në Maldive dhe do të martoheshin atje. Këto janë foto ekskluzive ku shohim ceremoninë formale të Ryvës dhe Fidanit në këtë vend, siç e quajnë ata tejet prallor. Fustani për ceremoninë martesore u përgatit për 2 ditë nga flutura Dedinja.